Përshëndetje, ju njoj me shtypin e ditës për këtë të martë datë 14 tetor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin urrejtja dhe armiqësia ndërmjet partive, reflekse bizantine otomane që prishin ekuilibrin e shoqërisë. Rama pret presidenten e KS Ursula von der Leyen. Frank Shkreli, ish drejtori VOA-s, autoriteti për informimin mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit, asnjë provë bashkëpunimi në dosjen e Martin Camajt. Në gazetën Dita mund të lexoni 30 bashki dhe më pak, reforma territoriale, zvogëlimi mëtejshëm i numrit të bashkive duke barazuar atë me numrin e rretheve në ndarjen e vjetra administrative të Shqipërisë, është një operacion logjik. Një tjetër diell, 3 ekspert krijojnë një kandidate për Tiranën me inteligjencë artificiale. Kush e votoi dhe çfarë ndodhi më pas, e vërteta e ligjit 7501 për tokën. Në gazetën Panorama mund të lexoni forumi investimeve firmosen projektet e para me BE-n, çfarë përfiton Shqipëria. Samiti historik Trump firmos marrëveshjen e paqes në Gaza, për këtë na u deshën 3000 vite. Beteja për avokatin e popullit, PS e zgjidhim ne. Hipotekimi ndërtesës dhe truallit, emrat e përfituesve. Vrasja Astrid Kalas, KLG publikon planin e masave emergjente për sigurinë në gjykata, kërkesa për pronësi. Në Panorama Sport mund të lexoni Dardanët fitojnë në Suedi, tifozët, Kosova është Shqipëri. Shqipëria parat kuqezi me Jordanin, kombëtarja rikthehet pas triumfit në Serbi, në fushë zbret ekipi i dytë. Vukatana 2026 viti i duhur për titullin kampion, nga tafasit e Selmani 9 ish në Tirana Teuta. Kacolja pushimi ndihmoi ndaj Vorës, duen 3 pikët. Vasi Papa replik me Lalucin, bregun e morëm ne. Gattuso e ndaluar të gaboj me Izraelin. Gjermania kalon Irlandën e Veriut, heroi është Voltemade. Salah gati të ik nga Liverpooli në merkaton e janarit. Al Hilal 400 milion për Lamine Yamal.